Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bajram Rexhepi nga Bashkimi Demokratik për Integrim cilësoi si poshtrues vendimin e gjykatës kushtetuese për emrat e rrugëve dhe shesheve në Tetov. Ai kërkoi thirrjen një seance të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës Tetovës për të diskutuar rikthimin e emrave të shesheve dhe rrugëve ashtu siç ka qenë në vendimin e vitit 2007 të Këshillit Komunës Tetovës. Nëse Komuna e Tetovës do të shpreh gatishmëri që të rimiratoj këtë vendim, të thirrë një seancë të jashtëzakonshme, do të ketë mbështetjen e plotë të këshilltarëve tanë. Nëse Komuna e Tetovës do të refuzoj thirrjen tonë të fundit të sotme për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme, atëherë ne do të konsiderojmë se Komuna e Tetovës është bashkëfajtor dhe bashkëautor i këtij vendimi skandalos të gjykatës kushtetuese. Pas Bashkimi Demokratik për Integrim reagon Komuna e Tetovës. Sipas saj, vendimi i gjykatës kushtetuese është orkestruar nga ata që duan të ndjellin tensione ndëretnike. Nga komuna akuzuan BDI-n se për 2 dekada në pushtet nuk e ka zgjidhur çështjen e emërtimit të rrugëve dhe shesheve duke lënë problemin të pazgjidhur. Vendimi kushtetues është orkestruar pikërisht nga ata që duan të ndjellin tensione ndëretnike. BDI ka pasur 20 vite pushtet për të rregulluar të gjitha punët tjera, përfshirë edhe ndryshimin e emrave të rrugëve dhe shesheve apo institucioneve të tjera, por fatkeqësisht nuk e kanë bërë deri tani. Një vendim të cilin ata e kanë marrë në vitin 2007, nuk e kanë çuar deri në fund, pasi është dashur ta miratojë qeveria. Ata kanë qenë në pushtet për gjatë gjithë këtyre viteve dhe as pak nuk kanë punuar në këtë drejtim. Ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës Albulena Axhiu kërkoi nga kryesuesi i Këshillit Gjyqësor Rustem Thaçi të trajtojë pa vonesa dorëheqjet e gjyqtarëve të komunitetit serb të paraqitura në vitin 2022. Në letrën zyrtare shpreh shqetësimi për mos procedimin e këtyre rasteve, duke theksuar se sipas legjislacionit në fuqi, pas dorëheqjes së gjyqtarit, Këshilli Gjyqësor i propozon presidentit lirimin e tij nga detyra. Sipas Axhiut, mbajtja pezull e këtyre pozitave për një periudhë të gjatë po ndikon në funksionimin e sistemit të drejtësisë. Në fund, Axhiu kërkon nga Këshilli Gjyqësor që në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi të ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore për të siguruar funksionimin e rregullt, efektiv dhe gjithëpërfshirës të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama merr masa për uljen e pakënaqësisë ndërvotues. Kreu i qeverisë kërkoi të forcohet lidhja mes qytetarëve dhe institucioneve. Në mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar ku të pranishëm ishin dhe anëtarët e qeverisë është marrë vendimi që çdo ministri të ketë një zëvendës ministër, i cili do të jetë hallka kryesore për të pritur shqetësimet apo ankesat nga komuniteti që do të adresohen përmes deputetëve. Kryengritje paqësore komentoi kryedemokrati Sali Berisha protestat e zhvilluara në bulevardin dëshmorët e kombit gjatë fundjavës. Në një konferencë për shtyp, Berisha kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe krimin e një qeverie teknike jo politike që të rikthejë votën e lirë. Berisha tha se vendi i çdo demokrati është në shesh në protestën qytetare, teksa u kërkoi që të mos shtangen nga sloganet kundër opozitës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.